Komisioni i pavarur për miniera dhe minerale të fundit raport vjetor të publikuar e ka atë vitit 2020. Regulatori ka të hartuar një raport për vitet pasuese. Sidoqoftë, përkundër tentimeve, raporti nuk u miratua asnjëherë në legjislaturën e 8. Mes tjerash, Kuvendi i Republikës ka edhe rol mbikëqyrës. Lista e institucioneve që Kuvendi i monitoron është e gjatë. 42 agjenci të pavarura dhe institucione kushtetuese të cilat vinë raportojnë në Kuvendin e Kosovës. Aktualisht Kuvendi nuk i ka të formuara komisionet, rrjedhimisht këto institucione nuk kanë se kujt i raportojnë. Nuk është formu qeveria e Kosovës dhe rrjedhimisht nuk mund të formohen komisione parlamentare. Dhe në këtë drejtim, këto trupa që janë themelu dhe që janë votuar nga Kuvendi i Kosovës mund të bëjnë çka të dojnë. Naim Jakaj nga Instituti i Kosovës për Drejtësi nuk pret që institucioneve të jepet mundësia të raportojnë për punën e tyre në një afat të shpejtë. Profesori Basri Muja thot se pa monitorim kualiteti i shërbimeve të këtyre institucioneve mund të bie. Kjo gjithsesi ka impakt, mund të ketë impakt në operimin e tyre të përditshëm. Kjo edhe mund të rezultoj me pakënaqësi. Kështu thuhet të krijohet mosbesim ndaj institucioneve të Republikës. Kuvendi ka prej veçanërisht legjislaturën e 8 e ka kriju këtë qasjen mosbesuese ose si më thonë mos transparencën dhe llogaridhënien ndaj publikut për shkak që nuk ka arrit vetë sa ka qenë legjitim edhe legal të trajtoj e lërmë në kohën kur tani më ka probleme të cilat prej 15 prillit e kanë përshku këtë vit. Shumë institucione kanë mbetur me pozita të zbrasta, me që emrimi në këto poste bëhet nga Kuvendi i Kosovës.